Asesi, nuk lejohet të shitet, madje nuk lejohet të jipet një pjesë e kurbanit se fjala vije likura, nuk lejohet të jipet si kompenzim kasapit, thërtarit, i cili e thejnë kurbanin. Nuk lejohet, sepse ti je i urdhëruar që komplet kurbanin tënd ta sakrifikosh, ta flejesh, ta bësh për Allahun. Dhe ai shkon për Zotin. Nëse shet një pjesë, ti mundu një pjesë me dhanë për Zotin, një pjesë me lanë. Kurbanin nuk ndahet pjesë. Se është një shpirt, është një trup. Ndahet pjesë me hangër, po nuk ndahet pjesë 2/3 për jepi për Zotin e 1/3 për shtin gjep. S'shkan e të kurbani. Nuk shkan. Andaj, nuk ke të drejtë me shit kurbanin askujt në asnjë mënyrë. Ke të drejtë me falë. Dhe do të më falë. Me dhon sadaka. Sa han tepja njerëzve. Zoti për çfarë kurbani? Ku është efekti i kurbanit? Me shita? Atë humbi efekti, humbi urtësia e kurbanit. Kurbani nuk shitet. Kurbani shkepet, shpërndahet, ipet sadaka. Ose e han vet një pjesë, po ndoshta edhe krejt, ani pse nuk është e preferuar me humor krejt, është më mirë me shkep një pjesë spaku, ose shkep një pjesë ose dy ose shkep e krejt, nëse nuk e han.